Zakonisht, ja ku jemi në Mam ditën e sotme, në fakt episodi i kësaj radhe duket sikur na prezanton një film aksion. Një film aksion me shumë ulje ngritje, por sigurisht prevalon ndjesia e nënës dhe forca e saj, e cila vendos për të ardhmen e bebit që ka në barkun e saj. Pra forca e saj tregon që po, ne mund t'ja dalim, ne mund të ecim përpara, edhe kur të tjerët janë kundër. Kam Laura Faratin sot në Mam. Faleminderit që je këtu për treguar gjithë historinë tënde, e cila në fakt nuk ka qenë e thjesht, absolutisht, historia e mëmësisë, dhe që duke nisur edhe prej vitit kur nisi shtatzania që ishte viti i Covidit, apo jo? Duket sikur nisën të gjitha gjërat mbrapsht, sepse filloj me tërmetin. Po. Në kohën e tërmetit, në regjim shtrati, duhet të lije shtëpinë, të rije orë dhe ditë jashtë shtëpie, sepse ishte ajo pjesa, jo vetëm tërmeti, nëntorit, po dhe ato në pas të fundjet. Sa javshë shtatzan ishte kur ishe kur tërmeti? Gati 8 javshe. 8 javshe. 8 javë në kohën e... Si e përjetove ti atë tërmet? Shumë i fuqishëm, në shtëpinë tonë u ndije jashtëzakonisht shumë, si në pjesën më të madhe të Shqipërisë, dhe mbaj mend vetëm një episod. Kam vënë jastikun në fytyrë dhe kam thënë vetëm të paktën të na njohin. Aq shumë e tmerruar isha nga një episod. Ndryshimet hormonale, ndjesia e të qenurit shtatzan, situata duke qenë në pjesën e regjimit shtratit që nuk ditë çfarë të bësh, të lëvizësh apo jo. Dhe ishte trauma e parë dhe ajo shuplaka e parë që shikohet se ky rrugtim i jot nuk do të jetë i zakonshëm. Nuk do të jetë i zakonshëm fare. Nga aty filloi. Po pse ishe ti me regjim shtrati, Laura? Ishte një shtatzani e komplikuar që në fillimet e saj. Një javën e 7 të shtatzanisë, personi që po nuk ja them dot ginekolog, nuk ja them dot doktor, kam një energji shumë negative për atë person dhe do e etiketoj si të tillë person gjatë gjithë kohës, do ja ruaj emrin. Edhe pse në çdo tavolinë që ulem, unë nuk ja ruaj emrin, sepse ky lloj emisioni që ti bën dhe unë të përgëzoj jashtëzakonisht shumë, vlen që ne të ndajmë çdo episod, çdo situatë të jetuar për të ndihmuar mamat në vazhdim. Nuk është çështja që të tregojmë ne, patjetër është një ditar shumë i bukur që unë dua ta kem si kujtim për veten time dhe për tim birë, por për më tepër është një komunitet që ti ke ndërtuar dhe ne shpëtojmë, shërojmë dhe ndihmojmë njëra tjetrën. Nuk është postpartumi ajo që ne kemi nevojë, po është i gjithë rrugtimi. E drejtë, vërtet. Dhe për këtë të përgëzoj përsëri, sepse është një ndihmë shumë e madhe gjë që nuk ta jep as psikologu, as ginekologu, as nëna jote, asnjë. Ne të gjitha nga pak ja japim njëra tjetrën, sepse janë histori, nëse unë dëgjoj një histori të ngjashme, apo dikush që do e shikoj këtë intervistë, ka një situatë ngjashme me shtatzanin time, do thotë okej, unë do ja dal ose unë e bindi më shumë. Do më bindi më shumë. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Po. Dhe historia nuk ishte fare. Po, ky person në muajin në javën e 7 më thotë që bebit i ka ndaluar zemra. Ndaj ne duhet të bëjmë një ndërhyrje të vogël që ti ta ndërpresësh shtatzanin. Ajo instikti që ty të vjen, nuk e kupton, por kur ti je shtatzan ose kur bëhesh nën e kupton, që nuk e pranon dot. Prita që të bëj analiza për të dalë beta OCG-ja, e cila rezultoi që shtatzania vazhdonte. Po si, nuk e dëgjoj zemrën ti ishe në eko aty? Unë isha në eko dhe thot, nuk ja dëgjoj më zemrën fëmijës. Embrionit, se nuk quaj akoma fëmijë. Ndaj, unë mendoj që duhet bëjmë këtë procedurë, po megjithatë, tha, për të qenë dhe ti e sigurt dhe i qetë, e bëjmë një analizë. Orinda ato 4 orë sa të dilte përgjigje analizës, nuk e harroj. Ka qenë një ditë me shi që e kam marrë nga spitali deri te shtëpia, me idenë po kërkoja taksi, por në të vërtetë nuk po kërkoja taksi, vetëm ecja në përshi, dhe prisja që të ikte ora dhe ato 4 orë më janë dukur si muaj derisa të dilte përgjigja që unë doja. Çfarë të thonte zemra jote në atë moment? Jo vetëm në atë moment, sepse ky ishte thjesht një moment nga qindra momentet që pasuan më pas. Dhe gjatë gjithë kohës në brendësinë time kisha të ndjesinë që doja dal, kjo gjë asnjë sfidë nuk ekziston për mua, sepse unë kisha përfytyruar në mendjen time vetëm imazhin me tim bir në dorë, me fëmijën, sepse nuk e di akoma, nuk e dia akoma. Sado që kur kam parë ekon e parë mbas disa javësh, që në momentin e parë që kam parë ekon, e kam ndjerë që ky fëmijë është djalë. Dhe nëse është djalë, do të quhet lind.
Ka qenë sekundi parë që unë jam prezantuar me ekon dhe nuk më harrohet kam qenë e shtrir nga ana e krevatit të Tim Shoqi, se po karikoja për kollaj telefonin aty. Dhe sa po e kam parë ekon, kam thënë nëse do të jetë djalë, do do ketë emrin Lind. I shkonte me mbiemrin. Nisi me sfida pa filluar, pa e ditur se sa shumë sfida të tjera na prisin më pas. Do t'ju prisni më pas. Dhe në momentin që more përgjigjen e BTACG-s që gjithçka po shkonte okay, çfarë bëre në atë moment? Atëre, rifolëm me doktorin dhe na thot që duhet jemi në monitorim të vazhdueshëm sepse nuk ishte një shtatzani normale, kishte hemoragji, duhet të rria në regjim shtrati, kisha hemoragji ndërkohë. Jo shumë të shpesh, por në momente të caktuara, e cila na bënte që ne të rinim në monitorim dhe në regjim shtrati. Çfarë shkaktonte këtë hemoragji? A kishte një gjë që tregonte? Nuk kishte një gjë, sepse analizat ishin okay, edhe pse u pa që ishte një fibrom e vogël, e cila në shtatzani u rrit për masa ekstreme, nga një fibrom e cila ishte diku te 2 cm, në finalet shtatzanis ishte 25 cm. Vërtet çdo imagjinate. Asnjë nga doktorat nuk e priste që ajo të shkonte në atë lloj përmasash dhe ishte një nga komplikimet që ju shtua asaj shtatzanie. Për dhe më pas kësaj, pra pas tha që duhet ta ndjekim me shumë kujdes të shtatzanit. Çfarë bëre ti, Lara? Fillova të ndiqja të gjithë protokollin, bëja një gjë shumë të zgjuar që i thoja doktorit. E njëjtin mjek apo ndrove mjek? Isha ende në të njëjtin mjek. Okej. Por ndërkohë që unë ndiqesha me këtë mjek, para se të filloja shtatzanin, përpara se të ndiqesha me këtë mjek, kisha mjekën time në Gjermani, që më kishte ndjek për vite si ginekologe normal, por ajo jetonte atje dhe nuk mund të më ndiqte në një shtatzani normale, po më tha Laura, ti ndiqu me një doktor aty dhe unë sa herë të vi në Shqipëri ose në momentet të caktuara ti mund vish këtu dhe ne mund të bëjmë procedurat e tjera, kontrollet. Dhe e kisha një lloj backupi, që nuk e dija që ai backup mua do të më bëhej shpëtimi dhe do të bëhej doktori im kryesor. Dhe pastaj si do të më trego pak CV-un, muet erdhi tërmeti. Filloi pjesa e regjimit shtratit. I thoja një gjë doktorit gjatë gjithë kohës. Jo vetëm këtij, po të gjithë doktorët që më ndoqën në vazhdim, mos më thoni çfarë kam, por më thoni çfarë duhet të bëj. Mos më fusni në gjendje alerti dhe paniku, sepse kjo është ana jote profesionale. Ti e di, dhe ti je këtu të më tregosh zgjidhjen, jo të më japësh informacionet që për një nën shtatzan janë të panevojshme kur është përballë një fakti. Është shtatzan. Nëse është përballë marrjes së një vendimi, sepse ka shumë shtatzanira që ti duhet marrësh një vendim për fat keq, ajo është tjetër gjë. Po kur është ajo drita në fund të tunelit, ti mamit nuk duhet i thuash asnjë gjë. Ti vetëm duhet japësh suport dhe ti thuash, ky është regjimi që ti duhet mbash. E di, po kjo është një anë e medaljes, ka mama që thon pse s'më lajmërove për këtë, pse nëse gjërat do dilnin keq, informacionet mund të jepen, po jo aq të forta sa ty mund të të ndikoj. Dhe ti të fillosh sepse ka mama si unë që unë mendoja, nuk ka fëmia im asnjë gjë. Fëmia im do jetë për bukuri. Po ka mama të tjera që me gjën më të vogël që mund t'i thuash, ajo kalon në filtra dhe demoralizohet dhe kalon aq shumë gjendje ankthi dhe depresive, sa është një kosto e tepërt. Dhe mund të çojë në humbje totale të një shtatzanie, vërtet është kjo. Humbje shtatzanie, humbje në kontrollit nënës, postpartum shumë të problematik, kështu që mjeku në radh parë duhet të jetë mjek dhe psikolog dhe një njerëz shumë i dashur që nuk ka një pacient përballë, po ka një mik të vyer të jetës që do e fitojë në atë moment. Sepse ky është problemi që mjekët në momente të caktuar, edhe për shkak të ngarkesës, situatës, rrethanave, e humbin atë situatën emocionale dhe të trajtojnë si një pacient. Por në finale ti nuk je pacient. Më saktë, se pacient duhet të trajtojë. Po është si klient, është thjesht radhës. Kupton edhe ky është një nga problemet që hasim ne përgjithsisht, domethënë empatia. Jo vetëm mjeku, po në shumë fusha tjetës ne po shikojmë që të trajtojnë si klient. Dhe kjo është problemi që dhe ata nuk marrin satisfaksionin e punës, nuk qohen të motivuar, ndërkohë dhe ai pacienti përballë apo klienti përballë nuk është i emocionuar. Nëse zgjohemi të motivuar të gjithë për ditë për të vajtur të gëzuar në punë, të ndajmë më shumë kohë. Siç e bën ti këtë gjë me pasion dhe thua, po takoj Laurën sot, po bëjmë dhe një podcast më shumë dhe është kohë e bukur, kështu duhet të jetë çdo fushë e jetës që në finale ti marrim atë më të mirën e saj. Si e kaloi kohën në atë regjim shtrati? Ka qenë vështirë për ty? Lexoja shumë. Lexoja dhe mundohesha që të shikoja gjëra që çfarë do më duhen më vonë për fëmijën. Por
ishte komplet e kundërta, sepse në vitin që unë do të lindja erdhi Covidi, po përpara Covidit dhe regjimit shtratit erdhën shumë sfida të tjera. Në dhjetor, në 31 dhjetor, ndryshe nga çdo vit tjetër, ne vendosëm që ta mbanim atë përgjigjen e niftit dhe zbuluam gjinin e bebit në 31 dhjetor në orën 00, në orën 12 natës. Kur viti i ri, po, duke hyrë 2021, ne zbuluam gjinin e fëmijës dhe ishte një moment shumë i bukur, kishe atë skuadrën e gjysheve që ishin për çun, kishe shumë pak që donin gocë. Im shoq ndërkohë që kur pas të gjithë po votonin duke parë që gjithë po luajnin gishtin me ngjyrën blu dhe po vendosin te korniza për çun, më thotë mua, kur do ikin të gjithë këta? Po pse, i thash, nuk i duroj dot. Po ç'pate? Po të dali gocë. Do me thënë e përjetoj shumë keq. E përjetoj aq keq sa unë duhet t'i menaxhoja të dyja familjet dhe t'i thoj, ore, po ky fëmia jon mund të jetë çdo gjinide. E pan një lloj reagimi të brendshëm toni. Po mirë, ai është qëllimi gender reveal, sepse njerëzit duhet t'japin një mendim, kupton, nëse mendonim që do ishte pak më balancuar. Nuk mendonim që do ishte vetëm një gisht roz. Mendonim që do kishte edhe disa. Kush e kishte gishtin roz, babi? Jo, në fakt ne të dy nuk e vendosëm gishtin fare. Ne ishim ata që ishim abstenim, për ne mjafton që të ishte mirë, po ishte kunata ime, mos gaboj dhe nuk e di, dhe dikush tjetër me gjysmëndje kam, po një gisht e mbaj mend që ishte kunata ime që tha për gocë. Të tjerë pastaj ishin të gjithë shumë dhe të panegociuar. Domethënë u bë gëzuar një vit i ri i mbar për djalin. Ne ngelëm. Megjithatë, ashtu doli dhe kur dolën tullumbaçet plu, tham se u shëm pallati për herë dytë nga tërmeti, se ulërimat e të gjithëve ishin për që emocion shumë i bukur. Tani që e kam djalin, ta ktheja gender reveal mbas, do e bëja me të gjitha duart e mia dhe këmbët me blu, patjetër se doja të djalë që kam, nuk diskutohet. Fantastike. Dhe pastaj si do të shkonte ai 2021, ai fillim viti? Fillimi vitit. Filloi janari, me një procedurë normale kontrollesh, personi që unë bëje shpesh, apo? Apo jo? Bëja shpesh për shkak të situatës dhe të regjimit të shtratit, më duhet që unë t'i bëja kontrollet më shpesh. Edhe si një mamë e re, për herë të parë shtatzan, sikleti i parë që unë mund të kisha, nuk i thoja fare as tim shoqi, po i hypja taksis dhe vetëm më gjeje te klinika. Pa lënë orar, i thoja kur të dal orari, thjesht më thuaj që jam okay. Dhe nuk do informacionet të tjera, thjesht që çdo gjë shkon okay. Dhe në janar ishte nuk e kisha për të bërë ekon e radhës, por doktoresha ime nga Gjermania vjen dhe më thot, duke qenë se unë po vi, thot, ne e bëm një eko para 3 javësh, nëse do e bëjmë një eko se ti di këto merakët që ti ke tani. E bën ekon, menduam që ishte një eko rutine dhe një orë e kaluar bashkë këndshëm, por jo. Aty ajo pa diçka. Pa që i mbir, kishte një komplikim, kishte një keqformim në një nga pjesët e organeve të barkut. Duke qenë se ishte ende 16 javësh, ishte shumë i vogël për t'u diagnostikuar, për të parë atë problemi që kishte, dhe si një njeri kujdesshëm që është, nuk donte të më vinte në një situatë paniku, por tha, unë shikoj diçka që nuk jam e bindur. Dhe për të konfirmuar që ka diçka ose jo, ne na duhet të bëjmë dhe një eko tjetër mbas 3 ditësh. Sepse fëmia ose ka pirë shumë ujë dhe stomaku duket në një formë jo të rregullt, do me thonë ma tha në mënyrë aq fine sa mua të më përgatiste, sepse ajo e kishte kuptuar në sekondën e parë se çfarë kishte fëmia, për të më përgatiste dhe të fillonim një rrugtim tjetër. Dhe ndajta do bëjmë një eko, unë nuk jam, tha, sepse nesër do fluturoj përsëri për Gjermani, por do shkosh në një doktor tjetër, ose te doktori që të ndjek, për t'u konfirmuar që kjo gjëja është apo nuk është. Dhe unë, për të ruajtur atë respektin që kisha për personin, jo mjeku që më kontrollonte, nuk shkoj direkt tek ai, por shkoj tek një ginekologe tjetër që të veja me një siguri që kur ti thoja, ti thosh që shiko, unë po dishem dhe me një doktor tjetër, kështu që duke ta respektuar të gjithë atë profesionin tënd, unë kam dhe një version tjetër përveç atij që ti më pasqyron kaq bukur. Shkoj te doktoresha tjetër dhe ajo thotë që unë shikoj diçka që nuk më pëlqen. Nuk është thjesht çështje fryrje stomaku nga ujërat e tepërt apo keqformim. Ka diçka që do vërtet të mbikëqyret.
Shkoj direkt pastaj tek doktori që po më ndiqte në atë kohë dhe ja tregoj. I them, je i treti, ndërkohë je i pari që merresh me shtatzanin time, kam bërë një vizitë të tillë, aty pash një njeri tjetër, sepse reagoj në mënyrë të tmerrshme, pasi nuk donte ta pranonte që dikush tjetër mua po më mbikëqyrte shtatzanin, ju duk sikur unë nuk besoja te versioni i tij, apo nuk e di. Po nuk ka asnjë gjë të keqe të mos besosh vetëm një version, atë ti është detyra e prindit ta bëjë, një mami ta bëjë. Në një analizë, kur ti e bën në një laborator kimik për të marrë një provë finale, duhen bërë 3 teste minimumi. Eksakt. Dhe kjo gjë duhet marrë si etalon kudo në jetë. Ti merr një shërbim, merr një ofertë turistike dhe ke të drejtën e botës të vesh në 3 agjenci për të marrë çmimin. Po, shumë e drejtë. Jo më kur bëhet fjalë për jetën. Dhe një nën që është atë që ka të drejtën e botës të shkojë ku të dojë. Dhe tha, ti nuk je akoma, tha, në javën për të bërë morfologjike, tha. Jo, e pa njerë me eko. Çdo gjë është shumë mirë, tha. Ti nuk je ende në javën për të bërë morfologjike. Kështu që ktheu në shtëpi, ri komod, vazhdo regjimin dhe me kujtes, dhe kur të jetë koha për morfologjike do i shikojmë. Për mua nuk ka asnjë problem. Dhe ti si nënë e re tani fillon edhe i thua të gjithë të zezat e botës 2 mjekeve të para. Me mendje, atyre nuk i shpresh dot. Jo, dhe thua, nuk janë aq të mira sa duhet, si mund të ma bëni këtë stres, pse më futën në gjendje alarmi, ky është më i miri, se kështu kisha dëgjuar, ndaj vajta edhe te ky person. Erdhi koha për të bërë morfologjiken. Ishte shumë e çuditshme dhe realisht tani më kujtohet. Para se të shkoja për të bërë morfologjiken, më del në ëndër doktori dhe vete te klinika e tij dhe më thot pse ke ardhi para kohë, ktheu se e ke javën tjetër. Okej, ishte thjesht një ëndër, e ndava me tim shoqja të ëndër dhe këtu mbaroi situata. Lam datën javën e parë të shkurtit për të bërë morfologjiken. Shkoj takoj doktorin dhe më thot, je një javë para. Ktheu në shtëpi dhe do vish pas një jave. Sa vivide ishte ajo ëndër? Unë nuk e di, domethënë, Norila. Ajo ishte shokuese dhe unë e marr tim shoq telefon dhe i them, doktori sa më tha që unë duhet vim pas një jave. Të lutem, tha, mos fli shumë derisa ta lindësh fëmijën, tha, se ti me ëndrat e tua. Tamam. Kaq reali ishte, nuk di. Kthehem pas një jave, bëj ekon, morfologjiken dhe thot, shiko, thot, fëmia jot ka disa probleme. Që unë tha, do të ti them, tha, por përpara se të ti rendista, thjesht duhet kuptosh ta që ti duhet marrësh vendimi, tha, që ti këtë shtatzani duhet ta ndërpresësh. Shok mbas shoku, sepse më la edhe një muaj tjetër sa të vinte morfologjikja. I kishim bërë niftin e të gjitha analizat ndërkohë, por nuk e kishim bërë akoma amniocentezën. Ky fëmijë, ndryshe nga shtatzanit e tjera, mund të ketë dhe mama të tjera, që fëmijët ushqehen me 3 kordon, fëmija im ushqej me 2 kordon. Dhe kishte një keqformim në zorën e hollë, që quhet double bubble. Dhe kur fëmijët kanë këtë lloj kombinimi që kanë një keqformim dhe ushqehen me 2 kordon, ka probabilitet të madh që të jenë me sindromën Down. Qartë. Por kjo nuk do thotë që është me sindrom. Po. Duhen bërë të tjera analiza për të kuptuar këtë gjë. Dhe doktori tha, ky fëmijë ushqet me 2 kordon, ka një keqformim që nuk ma nxori realin që kishte double bubble, për këtë e kuptoj sepse dhe doktorët në Gjermani, përveç doktoreshës time, thonin kur ta operojmë do shikojmë çfarë ka, sepse nuk e arrim dot se është shumë i vogël për ta parë. Por ma nxori pa një veshk, keqformimin e ka, tha, tek pankreasi, nuk e ka në zor, do me thënë nxori të gjithë gjërat e mundshme që unë të isha e bindur që kjo shtatzani nuk funksionon. Megjithatë, tha, sa qëndrove në atë morfologjike? Sa një orë? Sa shumë, jo, më pak se sa një orë. Gati 25 minuta, sepse nga që tha të fundit në fillim, unë me zi po prisja të ikja nga ty, të aratisesha, ishte vendi më i urryer për mua. Unë dhe kur mbije rruga në Tiranë për të kaluar aty, me shmang si rrugë. Qa i the në atë moment? Gjitha zezat që nuk do doja që t'i thoja këtu, sepse ishte shokuse mënyra si ma tha. Të gjitha gjërat që po i pasqyronte dhe për më tepër tha këtë gjë. Eja nesër tha të bëjmë një amniocentezë ta, dhe pastaj tha të ikësh njerë në Itali, tha tek një bashkëpunëtori im, tha se ai mund të t'japi një fije shprese. Dhe i thash dëgjoj, jeta ime e fëmijës tim nuk është pazar siç ti e ke bërë. Ty të martë në qafë Zoti. Vetëm kaq që kam thënë dhe më vonë kam dëgjuar dhe historira të tjera që ky mjek ka bërë çmendurira. Dhe
u largova dhe se çfarë do bëj tani unë, ku do bëj amniocentezën, ku do bëj unë ndjekjet, unë e di rrugën time. Po thjesht pse Zoti më solli tek ty? Kjo ishte pyetja ime që më shokonte se ishte nuk ishte doktor për mua. Mund të ketë raste shumë të suksesshme me këtë, për këtë arsye unë nuk dua që të hap debatet t'ia them emrin. E qartë. Por unë dhe disa raste të tjera kanë qenë jo të suksesshme. Laurën e pyesën privatisht për këtë gjë, edhe ja je përgjigjen. Unë them. Jam e bindur. Dhe kur e them dhe me rezerva se ka njerëz shumë që e respektojnë dhe më ka thënë një gjë shumë të bukur doktoresha ime në Gjermani. Laura, ne bëjmë shkollën për 1% të popullsisë, për 1% të grave që do bëhen nëna, sepse 99% të tyre lindin natyralisht, e ka bërë Zoti atë proces që të lindin. Dhe ne shkollohemi aq shumë vetëm për 1% të popullsisë që mund të ketë probleme. Çfarë do të thotë? Ne bëjmë ndjekje shtatzanisë rutine dhe ne jemi aty në gjendje alerte kur shikojmë ky duhet monitoruar. Ky është doktori. Shumë logjika. Kjo është logjika realisht. Shumë logjika. Dhe ato që thonë çdo gjë ishte normal, mund të ketë qenë një shtatzani që ti mund ta lindje edhe në Afrikë dhe normalisht do lindte. Nuk do të thotë që ai doktori ishte më i miri. Po, e drejtë. Megjithatë, rikontaktova doktoreshën time në Gjermani. I them që kjo është situata. Dole nga klinika. Kjo ishte gjëja parë që bëre, more doktoreshën? Direkt mora doktoreshën time, edhe i them që më thot këto të gjitha dhe thot ruaj qetësinë, se unë e kam parë që ditën e parë në eko se çfarë ka fëmia jot. Ka double bubble, ka këtë lloj situate. Ajo çfarë nena duhet në këto momente është që të bëjmë një amniocentezë, që ne të sigurohemi që nuk ka sindroma, edhe pse nifti ishte bërë, dhe në momentin që ne kemi këtë përgjigje pozitive dhe siguri, pastaj do vazhdojmë sfidën tonë, sepse ti përpara ke një sfidë. Dhe të thënit kam një sfidë, ishte ideja që fëmia do bënte një ndërhyrje kur të lindte. Fill pasi të lindte, po. Por nuk ishte kjo. Problemi ishte që unë kisha një fibrom që vetëm rritej dhe ishte si të kisha trinjak. Përveç faktit që fibroma rritej, fëmia, duke qenë se e kishte të bllokuar zorën, në momentin që ai pinte ujë, e nxirrte prap, por trupi im nuk merrte mesazh që ti ke ujë, por në momentin që fëmia e pinte, prodhonte prap. Dhe në një shtatzani normale që ti në muajin e 6 ke 3 litra ujë, në muajin e 9 ke 3 litra ujë, unë në muajin e 6 kisha 9 litra ujë. O zot. Dhe në Shqipëri nuk ishte si praktik, por në Gjermani funksiononte. Ta të rishnin ujin? Po, ata vendosnin një shiring të madhe dhe ndërhynin në placent dhe të rishnin ujin. Dhe kjo bënte që të vazhdonte shtatzania. Kishte edhe riskun shumë të madh se mund të plaste placenta dhe ti të bëje lindje në atë moment. Por ne ishim vetëm në gjendje mesminash. I vlla thot një shprehje, i thoshte mamit kur ishte i mbir bebe, kujdes ma se ka lind mesminash kë. Kjo ishte shprehja që përdorej për ti mbir. Dhe eja thaj të bëjmë amniocentezën. Shkova në mes të shkurtit, bëj amniocentezën, 5 ditë sa të dilte përgjigja regjim shtrati, se sido që t'jetë ishte një placent ndërhyrë dhe amniocenteza ka rreziqet e veta, që ti merr përsipër se nuk ke nga janë bana atë situatorin, do e marrësh atë vendim. Për fat, amniocenteza nuk doli ditën e 5, më thot doktoresha do zgjas dhe 2 ditë, ne u kthyem në Shqipëri, edhe unë që i dërgoja emoji dhe i thoja shampanj apo raki. Më thuaj çfarë duhet të pi sot, se kjo ishte, dhe ai që më thoshte mua në çfarë do lloj rasti, ti nuk pi dot asgjë sot. Dhe atë më ka thënë, kur doli amniocenteza, më thot vazhdo ha fruta. Vazhdo ha fruta, shumë e rëndësishme. Sepse unë kisha shumë problem dhe këtë pjesën 3 muajt e parë nuk haja asgjë. Dhe vetmja gjë që fillova ta haj ishte çokolata Lind me portokall. Dhe një nga arsyet pse i mbir mori dhe emrin Lind, përveç se ja doli të Lind, ishte se më kujtonte çokoladën Lind. A kishin në një moment gjatë këtyre muajve që humbe shpresën që ose edhe në diskutime bashortin tënd që mos ndoshta po kalon për te i trupit tënd, për te asaj, kjo është shtatzania jonë e parë, mund ta provojmë sërish, kupton këto gjëra, ke pasur ndërmend? Nuk e negocjoja fare këtë që ishte shtatzania e parë. Nuk më harrohet një nga të afërmit tan kur erdhi se janë ato momentet e para që ti nuk e di në javët e para dhe më thot po ju jeni të rinj, mund të bësh një fëmijë tjetër, jeta është shumë e gjatë, rëndësi ka që ju keni njëri tjetrin, edhe i them. Ke parasysh kur shkon në një dyqan dhe shikon një fustan dhe të pëlqen shumë, dhe thua këtë e dua.
Imagjino kur e shikon në eko, se sa shumë e do. Dhe kisha të pa negociushme, ishte për te i meje, nuk e di, do me thënë. Tani në fazë që jam, nëse më thonë për një fëmijë të dytë, unë nuk jam gati për ta bërë. Dhe kur më thoti me më, po nuk të ndohesh fare, them, atë që u të ndova dhe kisha të pa negociushme, e kam. Kështu që mos më pyesni për negociata të tjera. Të tjera, e drejtë. Dhe pastaj do të shkonin, pas asaj amniocenteze. E bëm amniocenteze, nuk kthyehem në Shqipëri. Dhe sa po kthehemi në Shqipëri, ishte momenti i parë kur filloi Covidi. U mbyll qepeni. Dhe u mbyll qepeni. Do me thënë, ne erdhëm në Shqipëri dhe filloi u hapi në mas. Kur jemi kthyer nga Gjermania, mbas amniocentezes, mbaj mend që filluan njerëzit vinin maska në aeroport. Por duke pak gjë momentale. U kthyem dhe e la me doktoreshen që bas asaj gjës që kaluam, shko në Shqipëri, bëj valixhet gati, në këtë javë të caktuar, do të vini në Gjermani dhe do lindësh këtej. Kjo është. Se do monitorohesh. Ne sa po erdhëm në Tiranë, filluan të shtrëngoheshin masat. E pam veten keq që po shtrëngoheshin masat, presim biletat dhe tham po ikim diku te 14 mars, diçka e tillë. Sepse në 8 mars u mbyll Shqipëria, mbas 8 marsit u mbyll, dhe në 14 mars në avionit shkojmë në Rinas, dhe sa shkojmë në Rinas, na thonë që sa po është mbyllur bota. Gjermania ka futur ligjin e luftës dhe ti nuk udhton dot. Ka vetëm 2 orë. Nëse ti do fluturoje para 2 orësh, funksionon. Tani nuk arrin dot. U kthyem në shtëpi. Na shikoje 2 njerëz që nuk dinim, sepse nuk ishte çështja që na kthyen se po iknim me pushime. Çështja ishte që ishte i vetmi vend në botë që ne na kishte dhënë shpresë. Trokasim në disa ginekolog në Tiranë. I morëm se thamë nuk kemi nga vemi tani. Duhet gjeni zgjidhje. Duhet të gjejmë zgjidhje. I morëm disa ginekolog dhe të gjithë na mbyllin derën. Nuk je rast që unë mund të të marrë përsipër. Është një shtatzanie komplikuar, ka një fibrom të madhe, bebi ka komplikim, është e sigurt që do lindi para kohe dhe nuk e di ma ja del kur të lindi para kohe për të bërë një ndërhyrje. Ujrat që ty vetëm të shtohen, ne nuk e kemi procedurën e heqjes së tyre, kështu që nuk më merrte njeri përsipër. Ktheheshim në shtëpi, të dy, rinim në divan edhe unë qitoja doja dalim. Edhe im shoq ishte i shokuar se nuk kishte opsion për t'ja dalë. Kjo ishte dhe nuk kishte një doktor që t'na merrte përsipër dhe thoshte, "Okej, se ne do hym detit me këmbë tani dhe do e zgjidhim." Mora telefonin dhe nisa t'ju shkruaj njerëzve që unë më kishin njohur ndër vite. Njerëz që në atë kohë mbanin pozicione dhe bëra disa mesazhe dhe thash, "Okej, është mbyll bota, por brenda meje nuk e di pse ekzistonte një ndjesi që do t'ja dalë dhe nuk e negocioja këtë gjë. Fillova t'i shkruaj në atë kohë, nuk po i them prap emrat për pozicionet që mbajnin dhe më thonin, "Laura, ne nuk ta aksesojmë dot, është mbyllur bota, nuk kemi nga ja dalim, nuk ka ministër, kryeministër që mund të ngërë një avion tani." Këto ishin tentativat e para. Dhe i lash atë gurin rezervë për në xhepin tim. Elisa Spiropali. Në atë kohë ishte ministre e çështjeve me parlamentin. Mike me vite, por nga ato miket që kur nuk i biem telefonit për gjëra të zakonshme, dhe i tregoj, kjo është situata ime, mua më duhet të iki në Gjermani. Më lerë pak kohë, nuk më tha, është mbyllur bota, si të tjerët, por tha, më lerë pak kohë, sa ta flasim me ministrin e jashtëm, apo të flasim me çdo njeri se çfarë mund të bëjmë. Ishte diku tek 15-16 mars. I lash kohë, mbi një javë, gati 10 ditë, nuk i shkruaja, sepse nuk doja ta vija para përgjegjësisë, për faktin që ishte mbyll bota, në Tiranë nuk dilje dot edhe me leje, jo më pa leje, jo më të shkoje në Gjermani, dhe e mbaja veten me dhëmë dhe thoja që është e sigurt që nuk e ka harruar, se nuk i harrohet mikut momenti dhe situata e tillë, por çfarë është duke bërë, ose a ka një përgjigje e mirë apo e keqe, po të kem, se çdo ditë, dhe e mbaja veten me durim, vetëm kur më vjen një mesazh në darkë. Laura Bogati është vënë mundësia për shkak sepse ambasadori i ambasadës gjermane kishte ngelur në Shqipëri në atë kohë dhe është krijuar mundësia që nesër të fluturojë një avion për në Gjermani për të shkuar ambasadori dhe stafi dhe në këtë avion do të jesh dhe ti. Unë nuk e di Orinda, ishte e lexoja, e rilexoja, vetëm i çoja zemra se nuk dija se çfarë ti thoja, unë dhe sot kur e kujtoj është nga momentet më emocionuese sepse më duk sikur aty lindi shpresa ime, aty ishte momenti që unë e fitova. Drejt.
dhe vetëm tha do të marrë zëvendësministrin në telefon dhe do t'i dërgoni pasaportat. Aty e kuptova rëndësinë e një miku. Mund kishe lek në bank, mund kishe kontakte gjëra, po përveç kontaktit duhet miku dhe ana njerëzore tjetë aty brenda që ai kur ta mbyll telefonin me ty të reagojë dhe të vazhdojë ta ndjeki situatën. Dhe mori zëvendësministri, i dërguan pasaportat, problemi ishte që s'kishte hotele. Dikush duhet të na merrte përsipër në Gjermani. Një ish kolegi tim shoqit që kishin punuar vite më parë, jetonin atje dhe kisha pirë vetëm 2 herë kafe në jetë me të. Ajo na e hapi derën. Po. Do vini te ne, do t'ju mbajmë, do bëni pjesën e karantinës, vetëm t'ja dini të vini. Dhe i çuan pasaportat, policia gjermane i kishin marrë në telefon, i kishin thënë që kontakti juaj është dhënë për këta persona që do të vinë për karantinë. Ata e konfirmuan, po. Në mëngjes, më merr zëvendësministri dhe thotë që ja kemi dalë që të shkosh vetëm ti. Yt shoq nuk lejohet. Tani imagjinon dot në një regjim shtrati, ka shumë komplikime, një barkë ekstrem që ishte jetike, nuk ishte ana e përkëdhelisë femrës që po bëj mami, më duhet bashkëshorti, ishte jetike, më ndihmonte në situatat fizike të fëmijët që nuk çohesha dhe ulesha dot nga divani. Në momentin që më thot këtë gjë zëvendësministri, unë marr doktoreshën time dhe i them, ai numri që ka kontaktuar miq tan një natë më parë, e merr dot dhe ti thua që kjo është situata? Dhe a thot Laura thot, nuk funksionon në Gjermani si në Shqipëri. Ajo mund të jetë call center. Nuk ta çan njëri hallin si në Shqipëri këtu. Po ti bëje i thash se unë e humbur dhe e humbur jam. Unë vetëm do vi. I më shoq që ndante rrobat nga valixha dhe më thoshte mua ti shko se unë e di që doja dalësh. Dhe unë do të shkoja, nuk diskutoj. Problemi ishte që e kisha akoma situatën, nuk ishte ngrit avioni, pse mos ta provoja akoma. Në momentin e fundit, para se ne të niseshim në aeroport që mua thjesht do më shoqëronin, më shkruan doktoresha dhe më thot, të kam dërguar mesazh hape telefonin, çfarë është? Kam dërguar email që konfirmoj që mund të vi dhe partneri jot. Nuk di çfarë lumturie ishte, nuk për te çdo lumturie, më dukej sikur aty ne të dy do fitonim gjithë botën, jo vetëm fëmijën tonë. Shkuam në Rinas, imagjino një aeroport i mbyllur, pa drita, avioni vetëm për ne. Sa po arritëm në Frankfurt, ishin 2 policë aty. Dhe morën pasaportat, i pa njerë pasaportat jashtë, brenda e kontrolluan. Dhe i thonin njëri tjetrit që nga dolën këta, nga hynë. I tregojmë situatën dhe ai thotë që ne kemi ligjin e luftës dhe në ligj lufte Gjermania shtretit spitalor i ka vetëm për vete. Me avioni që erdhe duhet ktheheni mbrapsh. Nuk e di të me thënë, sfidë mbas sfide për te çdo parashikimi. I tregojnë foton, thotë, po ja tregoj shefit. Shkon te shefi, e merr shefi foton e emailit edhe e kthen mbrapsht, thotë jo, thotë, nuk lejohet, tha. Sado që isha e regjistruar te spitali, kishim account bank, çdo gjë që të vërtetonim që ne nuk është se i po përfitonim nga ky rast, ishte e vërtet hall. Do të ktheheni mbrapsht. I thash, unë nuk them dot, të paktën kthetim shoq, por ne nuk lëvizim nga këtu, nuk kam, është e vetmja mundësi, i thash. Të lutem bëj diçka, thash, shefi ai. Po çfarë mund t'i bëjmë, i thash. Ma jep dhe njerë, tha, po jo me foto, po me jep emailin që t'ka ardhur. Stres më vete, doktoresha emailin e kishte të punës, nuk i hapi nga shtëpia, me erdhi emailin, japim emailin, merr pasaportat tona, merr telefonin tim, bëri kryqin, edhe turoj fat, tha, vajti dhe njerë, tha, i foli, a i pa dhe njerë pasaportat, kështu kthye nga ne, edhe, okej, tha, le të shkojnë. Isha gati të puthja tokën gjermane në ato momente. Ishte pa imagjinueshme, domethënë komplet në çdo moment vinte nga një sfidë. Shkuam te miqtan, tek shtëpia. Po, se duhet bën karantinë. Duhet bënim karantinë 2 javë, se s'kishte hotele, nuk kishe ku merrje shtëpi me qira. Po gjendja jote shëndetësore në ato momente. Gjatë gjithë kohës ishte një situatë fëmerit, sepse unë kisha dhimbje nga fibroma që rritej, barku që rritej, dhe nuk është se mund të rria me orë të tëra në këmbë, po e harrova çdo gjë, se thjesht doja të kalova kufirin, pastaj prisja sfidat e tjera. Shkojmë të nesërmen te klinika e doktoreshës, dhe doktoresha bashkë me një doktor që më ndiqnin, me profesorin që ishte më i vjetër dhe me shumë eksperiencë, thonë që është mirë që ti të shtrohesh në spitale të rim në kushte spitalore, sepse me këtë lloj presioni që ka placenta jote mund të lindesh nga momenti në moment. Dhe isha diku tek java 28, kam përshtypjen, 27, 28. Edhe i them dëgjoj, unë po ndonja vetëm, e mbyllur në kushte spitalore, nuk është mirë për gjendjen time emocionale. Që më lini në shtëpi, se unë do t'ja dal.
Edhe i them doktoreshës, më thuaj vetëm një gjë, në çfarë jave duhet ta lindur këtë fëmijë? Mos na bëj të ndërrojmë, tha. Si kur ne ta çojmë në javën e 32, tha, është fitore e madhe. Po nëse çojmë në javën e 34, tha, është për te çdo ëndre, sepse ne tha sigurohemi që fëmia, edhe pse do lindi para kohe, të paktën do arrit tha që ta suportoj operimin më kollaj. Më lehtë. Okej, tash unë do e lind në javën e 34. Ju pëlqente shumë kjo pjesa e gjithë optimizmit tim, por ju dukej gati e pamundur sepse ata shikonin kushtet spitalore që unë isha jo optimale për të arritur javën e 34. Çdo javë që kalonte, ajo mikesha ime në Gjermani, që tani e kam si motër, bënte tort. Dhe ishte kështu si sukses. Çdo të diel ishte iku dhe një javë, kaloi dhe një javë tjetër. Pas 2 javësh fillova pjesën që hiqeshin ujërat dhe kjo më zgjaste pjesën e shtatzanisë. Për fat, e kishe më të thjeshtë. Ishte sepse presioni i barkut ulej, presioni i placentës dhe zgjatej shtatzania. Ujërat shtoheshin përsëri, por ne e dinim rrugën për te doktori. Më pas në javën e 32 u bën ato gjilpërat që bëhen për pjesën e moshkrive, forcimit të imunitetit. Dhe doktoresha tha që deri këtu erdhëm. Do me thë sa më shumë, tani jemi në një fazë tha që çdo orë është sukses për ne. Jo çdo ditë, por çdo orë është fitore. Kaluam dhe javën e 33, regjim shtrati absolut, stres, siklet, sepse në momenti që rritej barku nga sasia e ujrave, mua më shtypeshin të gjitha organet dhe nuk funksiononte. Dhe frymarrja ime orinde ishte kështu. Dhe thoja, merja frymë me shpatulla dhe thoja, imagjino kur të vit dita që unë të marr një frymë thellë. Më duke ëndër, do me thëmë le një që nuk shtriesha dot, nuk flia shtrir, vetëm ulur. Dhe për të ngrënë nuk haja dot, sepse shumë pak haja probleme me stomakun, me tretjen. Kaloj trupi në një kolaps. Isha komplet e skuqur, sepse nuk po fillonin të funksiononin më organet. Kjo ishte gjithë problemi. Dhe heqja e ujrave ishte jetike që të paktën trupit fillon dhe të kishte një normalitet deri diku, mund të themi. Kaloj java e 33, hym në javën e mbaroj java e 33, ditën e diel në darkë, mbaroj e 33, filloj java e 34, dhe në javën e 34, sa po hyra të dielën në javën e 34, unë nuk më harrohet, ishte sukses i madh, ishte torta e radhës, ishte java e 34. Nuk më harrohet, ka qenë 17 maj 2021-shit, mbas dite po prishej teatri në Tiranë. Unë isha në Gjermani. Dhe nuk kam për të harruar, gjithë mund ta kenë harruar ditën kur është prish teatri i Tiranës, po nuk e harroj sepse mbaj mend, siç isha atje në regjim shtrati, vetëm shikoja dhe tensionuar që pse po e prishin. Dhe vetëm kur plasin ujrat. Plasin ujrat në javën e 34, vjen ambulanca. U shkoj deri në javën e 34. Shkoj deri në 34, unë ja arrita. Por ka një gjë që kur unë arrita javën e 34, filluan doktorët të delironin. Ti mund të kapësh dhe javën e 36. Ti mund ta lindësh edhe vetë. Unë ndërkohë isha duke vdekur vetë, ata filluan kapën një optimizëm, thash po do të çoj në javën e 40. Unë mirë që kam këtë. Ja induktove ti atë, s'kishin nga shkollë ata. Unë ja induktova, po kaloj dhe kishin një gjë që thanë, me që vajte në këtë javë, mund të kemi një probabilitet për ta lindur vetë, sepse lindja ishte shumë e vështirë tim biri, duke qenë se ishte një fibrom 25 cm, nuk kishin nga e nxjini fëmijën me lindje cezariane. Si ja bën? Ata bën atëre plasën ujrat. Shkuam në spital, në ambulancë, erdhi ambulanca dhe nuk pranonin që unë të shkoja me këmbët e mia, po kishin protokollin që duhet hypja në ambulancë. E mbanin ato më ulën te ajo karroca. Dhe duke zbritur shkallët, i shpëton karroca nga duart. I shpëton dhe unë vetëm duke i gjetur veten në përshkallë dhe karrocën tash erdha deri këtu, të vjen nga shkallët këtu në Gjermani. I më shoqë ishte traumatizori, thoshte e mbaj unë, e ngre unë vetë, jo, tha jo, është procedura jonë. Vazhdonte me një gjendje gjermane, të ftohtë. Unë isha vetëm mërçoni gjallë. Shkuam me ambulancë në spital, ne kishim bërë një kontrat paraprake me spitalin dhe që të lindja me shefin e spitalit, se mbahej më i miri, sepse për fat në kohën e Covidit të gjithë doktorët më të mirë në Gjermani ishin aty për shkak të Covidit. Dhe kjo ishte edhe favori im që kisha mjekët më të mirë që më ndiqnin mua dhe tim bir. Ndërkohë marrim doktorin në telefon, ai thotë mua më duhet 2 orë kohë për të ardhur. Mjekja e turnit që më ra në Gjermani, duke bërë kontrollet me aparaturat, ajo vetëm merr një moment të krevatin edhe thot, fëmijës po i pushon zemra. Na duhet të paktën të shpëtojmë nënën.
Imagjino të kesh kaluar 7 muaj, sfidë mbas sfide, tërmet, Covid, çdo gjë të mundshme dhe ajo që të thotë tani të paktën të shpëtoj nënën dhe unë prapë them, po jo mos se nuk më solli Zoti kot deri këtu. Doja dalim, nuk diskutoj. Dhe në sallë, duke qenë se nuk kishte nga ta nxirrte fëmijën, pretendoi që do bëni një prerje cezariane nga sipër siç kanë qenë metodat më përpara. Por për të ruajtur anën time estetike, ajo bëri një prerje cezariane klasike, siç është tani, por në brendësi ajo ka hapur anash në të majt të organeve, vetëm për mos të prekur fibromën, sepse në momentin që preke fibroma mund të shkaktonte hemorragji dhe unë firmosa para se të hyja në sallë që mua do më hiqi dhe mitra në momentin që kishte një hemorragji. Domethënë i mora të gjitha përsipër, edhe pse doktoresha imi thoshte mos e firmos këtë gjë. Si do ja bëjë? Sepse thoshte kjo të bëj punën e saj që të ta ruaj, por ti mos e firmos. Unë i firmosa të gjitha, vetëm të shpëtoja ti mbirë në atë kohë dhe vetëm, patjetër. Linda në orën 11:06 të natës, ditë të diel, dhe Ne dëgjove qarë? Jo. Fëmia im lindi pa qarë. Dhe vetëm kur vjen, e para një që ato mjekët ishin veshura si astronautë, se ishte Covid. Të gjithë ishin në të mbrojtur. Dhe vetëm kur vjen dhe thot, urime u bëre mami. E ti them, po ku se kisha parë në për filma që fëmijët qajnë, nuk... Tha, nuk qau, tha, po vajti direkta tek pjesa, tha, sepse ka kushte specifike për të mbajtur, tha, se është një fëmijë që ka lindur me probleme. Dhe unë vetëm në atë moment që unë piva dhe i thash, po nuk qanë, dhe vetëm kur gjoj një të qarë. Dhe ky është fëmija jo, thash, po qanë. Në atë ko, më marrin më çojnë tek dhoma të reanimacioni, edhe më thonë, lajmëroj një nga familjarët. Unë ndërkohë telefonin tim ja kisha dhënë tim shoqi, por nuk arrija dot që të mendoja që mund ta merrja te numri im, nuk më kujtoi asnjë numër, Orinda, më kujtoi vetëm numri i Timati që në atë kohë kishte gati 9 vjet që nuk jetonte, 8 vjet. Dhe i merrja njerëzit Facebook, merrja Tim Vlla, se ishte ora 2 e mëngjesit, merrja Tim Vlla, merrja çdo njeri në Facebook dhe nuk e hapte njeri. U kujtova më pas që kishim lënë numrin e doktoreshës te spitali dhe i thash merrni atë. E morën, duke qenë se ata kishin kontakte se edhe në Gjermani, si në çdo vend të botës, funksionon miku. Duke qenë se profesore kish punuar atje, doktoresha merr telefon dhe thot, mund të na lejojnë që të futet një person që të shikoj. Këdo. Jo, po të dërgoj Egin për tim shoq dhe i them, po jo, më duhesh ti, se ti dua të më shikosh ti mbir, lere Egi se aty e ka më vonë. Vjen në atë kohë dhe bashkë me të erdhi dhe doktori që po kujdesej për t'i mbirë në atë moment. Edhe i them si është, tha, është një strong boy, tha, i thjesht do të pi, tha. Më tha përgatitur për një natë shumë të vështirë, por është një bebi fort, tha, nuk ka nevojë tha as për inkubator, tha. Ishte ishte surprizë e madhe. Dhe erdhi doktoresha, më thotë që fëmia është mirë, do bëj ndërhyrje. Patjetër, por nuk ka nevojë për inkubator dhe nuk është se kjo ndërhyrje do t'i bëhet mbas disa ditësh, do të bëhet direkt sepse ai ka lind gati për këtë gjë. Tani tha mund të ndrohemi. Ndrohet me tim shoq, vjen im shoq në ato pak 10 minuta që i lan, edhe vjen dhe i them mos më shiko mua, po shiko djalin si është. Unë e pash tash mirë dhe aty i them unë po si do i quajmë, se gjithmonë emri kishte qenë një gjë sekondare, kur të lindim, ta shikojmë, unë kisha vetëm një opcion, lind. Të tjerët kishin vënë një listë shumë gjatë, edhe im shoq pastaj që kishte vënë veton aty dhe ja kishte shkruar te krevati, lind. Sepse ti ja kishe vënë unë kisha thënë atë, kishe taksur. Domethënë ishin 3 komponent. E para ishte sapo pash ekon, mendova që kam probleme dhe kur t'ja dalë të lind, ky e meriton ta ketë lind. Ishte çokoladata lind, që unë doja ai shumë dhe ishte vetmja që. Dhe treta ishte që gjatë shtatzanisë dëgjoja shumë atë këngën e Lind Islamit që ishte Tim Kerrit. Dhe unë mendoja gjithkohon që kur të bëj ditëlindjen e parë fëmia im, pa e parë fëmijën akoma, unë do ftoj Venerën dhe Lindin. Dhe do të bëj një festë shumë të bukur. Ashtu ndodhi. Venera dhe Lindi erdhën te ditëlindja e Lindit. Vera nuk mund të ishte më e bukur se kaq, sepse Kids Around në ring ka bërë 50% ulje për koleksionin e Verës. Kështu që praponi për të marrë veshjet më të bukura ndonjëherë dhe më të rehatshme dhe për më tepër brende fantastike si Karl Lagerfeld, Kenzo, DKNY e shumë të tjera ekskluzivitete që janë vetëm në Kids Around.
Pastaj si do të shkonin ato ditët në spital? Era e parë kur e pe djalin. E pash mbas reagimi. 24 orëve dhe ishte shumë me tmerrshme sepse ma thanë në mënyrë të tillë që se gjermanët janë shumë mënyrën se si ta thonë janë të ftohtë shumë. Dhe tha, ne do ta fusim në sallë, tha, përpara se ne ta fusim në sallë, ti ke të drejtën që ta shikosh. Tani postpartum, në një situatë të tillë, të thonë dhe këtë gjë, ndërkohë ti s'ke as nën, as bab, as njeri aty, as bashkëshortë, se në spital isha vetëm gjatë gjithë kohës. U çova me karrocë se nuk lëvizja dot, se për shkak të fibromës ishte gjatë gjithë kohës situata e komplikuar. E shoh, edhe I them, sapo e pash orin, futu, t'ja dalim, edhe ne të dy do të shikojmë gjithë botën. Kjo ishte ajo gjë që nuk e di dhe tani e mbaj mend, nuk e di nga merdi, por ne të dy do të shikojmë sepse në atë kohë duke qenë se bota ishte e mbyllur, unë duke si po I bëja një premtim për te imagjinatës se kush e mendonte që mund të ktheheshim në normalitet. Edhe po e bëjmë këtë gjë, ne të dy po e shikojmë gjithë botën bashkë. Fantastike. Edhe u fut në operacion, gjithçka shkoi mirë. Një operim që zgjati, doktorët nuk na thanë akoma se çfarë kishte derisa ta shikojmë në sallë dhe nuk është një laparoskopi, po do të hapim që ta shikojmë. Fati jonë donte që doktorët më të mirë siç thash ishin aty. E bën dhe im shoq si në Shqipëri rinte poshtë e spitalit se ne jemi mësuar që vjen një infermier të jep lajmin, thotë si lindi, si ndodhi. Ata prisnin do dërgonin email, kishin procedurat e tyre, domethënë na thanë do të operohet në 8 e I filloi operimi në 12. Dhe imagjino 8 orë gjendje e tmerrshme. O zot. Kur doli, I thon tim shoqi që çdo gjë është perfekt. Nëse Zoti kishte vendosur që fëmia jote kishte një situatë, falenderoheni çdo ditë jetës tuaj që kishte këtë, sepse ajo bllokimi që kishte tek zora ishte fiks në zor, ku mbaronin të gjitha organet dhe ata vetëm ishin detyruar të prisnin 2 pjesë, ti bashkonin prash dhe kaq, nuk kishte një keqformim në organe. Ishte kur mendojnë që ti sa ke lindur, fëmia jote po bën operim, duhet jesh I traumatizuar. Ne ishim në ditën më të bukur të jetës, sepse thamë ja dolëm, domethënë, dhe doktori tha si çdo njeri në jetë mund të ketë çdo lloj situate, po nga kjo gjë nuk ka për të patë kurrë problem. Kjo ndodhi këtu, u mbyll këtu. Por duhet pjesë e rikuperimit dhe mua më thon ditën e 5 që ti duhet dalësh nga spitali dhe fëmia do të shkojë tek pjesa e spitalit për fëmijë, nuk do ri më në maternitet. Dhe dola nga spitali pa tim bir. Tjetër situatë që ishte me siklet, por për mos t'ia transmetuar sikletin tim shoqi, njerëzve u çova. U lyeva, u kreha në spital dhe mundova të dilja sa më bukur sepse thash, unë jam e lumtur sepse nuk po iki pa sukses këtu. Thjesht suksesi im është pak më I vonuar se sa të tjerët dhe nuk kam ato fotot, nuk kam as I foto si një shtatzani normale Orinda. Unë shikoj një grua shtatzan them, sa gjynash sëmur. Nuk e mendoj dot që ajo është në pritje të ëmbël. Domethënë kur më thon, "Ua, un po lind tretin, çdo gjë normal, ja dhuroj, domethënë them çfarë fati që e përjetojnë dhe realisht gjithë ato mama që e përjetojnë në këtë mënyrë them çfarë bekimi. Edhe kur shikoj prindër që kanë fëmijë të shëndetshëm, them si mund të ketë familje të palumtura kur kanë fëmijë të shëndetshëm. Sepse kur ti kalon në këtë lloj sfidash ti e kupton vërtet çfarë është lumturia. Ajo është e një çifti, e një familje. Fëmia aty është rrotullohen. Po, nuk ka gjë më të rëndësishme. Nuk ka, absolutisht. Lumturi më të madhe, sfidë më të madhe, pasiguri më të madhe, po bekim në fund. Si ja bëre me gjithë dhënien? Fëmia im piu mbas një muaji, sepse për një muaj ka jetuar gati 3 javë ka jetuar me serume, sa ti rikuperoi plaga, me ato pompat e famshme, me atë zhurmën gërri që ma jep akoma, më dridhet mishi kur e kujtoj. E di. E mblidhnim, e konservonim, e mbanim në frigorifer, në ngrirje, derisa erdhi momenti që të pinte, sa erveja, sepse dola nga spitali dhe shkoja 2 herë në ditë që e shikoja. Një që e vogël se lindi 1,5 kg, imagjino dhe pas operimit. Si ka qenë momenti I parë, lëkur me lëkur? Kjo ishte shumë e bukur, sepse kur dola nga materniteti nuk I kisha mbajt kurrë në dorë, ende. Dhe kur vajti tek spitali fëmijëve, më thot ajo infermierja thot nuk do ta japim ta mbar sot në dorë, tha, sepse nga që ka bërë dhe rrugën e lëvizjes nga spitali në spital, është pak I traumatizuar. Tha, kështu që nesër, s'ka gjë I thashon, nesër. Ndërkohë se kisha mbajt kurrë në dorë, po nuk I thoja dot asaj se ka mbajt kurrë, se thash do ma shtyjnë akoma më shumë edhe kush e di kur më vjen koha për ta mbajt në dorë.
Edhe s'ka që i thash nesër dhe të nesërmen isha përgatit mëndërisht tani inshallah po ma japin, se më duke sigurisht e pa dhën. Ndërkohë, nuk ishte ajo lëkur, se unë duhet rria me mask. Ishte tjetër histori. Unë me mask që takoja ti mbirë, dhe akoma nuk i kisha marrë erë, nuk e prekja ta alkohol para se të veja të takoja. Situatet mërshme, nuk di. Dhe në momentet caktuar, kur infermeria si ishte, hiqe qik maskën, të marrë erë, aromën e ti, edhe mbyllja prap maskën që të nxirja oksigjenin, do me thënë, të merja frymë normalisht, se kisha hallë dhe po të merja frymare normale, mos i ngjisja diçka, se ishte Covid-it meri. Në atë moment, po. Dhe pastaj, ditë pas dite, ishte fikse ajo që thaj, ai do të pi. Qante pa fund se donte të pinte, nuk i jepnin, sa një moment, në dhomë ishin 4 fëmijë, vajta ti merja biberonin një nga atyre fëmijëve, thash po jap ushqim vetë, mos e po ma torturojnë. Që thjesht do të pi tani, pse s'ja japin? Po ata kishin të drejtë, filluan pastaj ja jepnin kështu, me pik. Dhe kur kemi parë që ai bëri një proces fiziologjik normal, ishte në ato momentet e parushme që po i funksionojnë më së miri organet. Ndonjë dhe për 3 javë të tjera, pastaj e morëm në shtëpi, edhe tani mbas gjithë këtyre sfidave, kur na e dhanë që e morëm në shtëpi, emocioni i jashtëzakonshëm kur e nxora një nga spitali, një që të vogël, tash tim shoqit, mirë që na i dhanë, po çfarë do i bëjmë ne këtij tani? Si ishte roli bashortit në këtë pikë? Si e përjetoi? Impir. Ishte të vështirë. Impir sepse imagjino një çun Tiranës që është mësuar i vetëm, çdo gjë gati, kur me punë shtëpie, ta gjej veten në emigrim, me një grua në regjim shtrati, që duhet bëj punë të shtëpisë, që do kemi një bebe të dy, ndërkohë këtu kishim një ushtri, një arsenal njerëzish që mund na ndihmonin dhe asistonin, dhe ishte gjithkohon, më thuaj ç'a duhet bëj. Sepse nuk e kuptonte fare që mund t'i thoje ti mund ta bënte vetë një gjë, po më thuaj çfarë duhet bëj ose gjithkohon mos u çosh që të bësh gjë. Këto ishin të dyja gjërat, por që absolutisht suport maksimal. Kur u kthyet në Shqipëri? Ne u kthyem, morëm djalin, i bëm ato dokumentat që duhet i bënim dhe avioni i parë që u ngrit në qie dhe erdhi në Shqipëri nga Amerika, ishte nga Amerika me tranzit në Gjermani, në Frankfurt. Aty ishim edhe ne. Problem vete, sepse nuk ishte bileta. Ishte full avionit, se ishte fluturimi i parë, mezi kemi gjetur biletën, në atë kohë, me miq të gjej një bilet, ta paguaj sa t'ishte vetëm të vije, dhe ai momenti kur jemi kthyer në Tiranë pastaj ishte një emocion vete, sepse familjarët kishin një porosi, mos na hajdeni në aeroport pa na sjell qenin. Ne kemi patur një akita që mbas gjithë historisë së çunit e tregoj tani edhe nga që është forcë shumë e madhe, mundohem mos përlotem, por kur kujtoj akitën, kemi një muaj që nuk e kemi më, mund dali një lot aty. Edhe shumë e çuditshme sepse sapo është ha bagazhi i makinës, ai u iku dhe priste te dera aeroportit. E ka me video dhe vetëm ta shikoj se ç'ka bër kur na ka parë. Familjarët mami kishin ngrirë të gjithë se prisin që ne t'i takonim, ne ishim gjithë fokusuar, e harruam dhe djalin në ato momente, e gjithë fokusi ishte tek akita. Erdhëm në Tiranë pastaj, mbas atje migracioni jashtë të vështirë, që më thoshte im shoqit e këta miqtan shpeshherë dhe për shkak të situatës. Ore, po sikur ta mendoni dhe të vini të jetoni këtej, dhe unë jo. Më mungojnë lana, më mungojnë ata zoq, se aty të shtëpia jonë janë edhe zoq që bëjnë shumë zhurmë, edhe pis ndërkohë. Këtu këndojnë zoq me radhë, këtu është stres nga qetësia. S'dëgjon asgjë. S'dëgjon asgjë, se ishte edhe Covid, ishte që mbyll, të ma falësh, këtë vile nuk dua asgjë, dua të iki në Shqipëri. Dhe sa erdhëm, ishte edhe viti parë që ishte bërë lungomare, direkt kemi ndonjë vetëm një javë në Tiranë dhe kemi ikur në Vlorë pastaj dhe im bir nga çdo maj deri në shtator jeton në Vlorë dhe shijon detin si askush tjetër. Sa i përket gjithdhënies, ishte diçka që zgjati apo jo? Për fat të keq jo, vetëm 3 muaj. U përpoqja shumë, madje dhe unë bëra gabimi që bëjnë gjitha mamat e reja që e dëgjojmë nga mamat tona ose njerëzit rrotull që thonë ha, që të vinë më shumë qumësh, ndërkohë që nuk funksionon kështu.
Kisha vetëm 3 muaj, nuk e di faktorët absolutisht edhe genetik, është vetë njeriu. Unë me timen jam në paqe sepse bëra maksimumin tim, po nuk zgjati më shumë se sa. Që pse për tim bir ishte jetike, ishte shumë e rëndësishme, mbas operimit, një nga gjërat që e rikuperonte më shpejt plagën ishte dhe qumshi nënës. 3 muaj ishin ato 3 muaj, pastaj bëra pakt, e kuptova që nuk ngopej natën sepse filloi qante, edhe im shoq thoshte jepi prap, ndoshta po bënim ato përpjekje dhe i thash shiko, unë ndjej që ky do të pi dhe unë nuk mundet ta torturoj tani duke e lënë papir me idenë që unë do kem më shumë. Bien paqe, për fat është formula, le të vazhdojmë procesin me formulë. Edhe mbas 3 muajsh filloi formulën. Filloi formulën atë. Çfarë mendon se bën shpesh njerëzit kur i flasin një prindër që ka një fëmijë prematur apo le të themi në pozicionin që ishe ti? Çfarë mendon që bën shpeshherë njerëzit gabim, që nuk janë të kujdesshëm aq sa duhet, atë që ti mund të kesh vënë re aso kohë? Po jo vetëm kur mbas lindjes apo para lindjes. Mund në të dyja rastet, nuk ka çfarë ke vënë re ti, diçka që ndoshta njerëzit duhet ta ndryshojnë në formën e komunikimit të tyre kur i drejtohen, qoftë te një mamë që ka një shtatzanim me probleme apo qoftë te kur pasi lind bebi, domethënë. Mendoj që kur je shtatzan është mirë që të ndash eksperiencat, por pa u futur tek gjëra traumatike, sepse një nga gjërat që ne na shqetëson më shumë sot dhe më jep mua të paktën pasigurinë më të madhe për një shtatzani të dytë është autizmi. Dhe në momentin që ti takon nënat të tjera që fillojnë dhe flasin, ti je shtatzan ndërkohë dhe fillojnë flasin për situata të tilla, ty të shtojnë më shumë pasiguritë. Nëse kanë një histori të ngjashme me të fëmijës tënd, është shumë e bukur. Çfarë më ka ndodhur Orinda tani u kujtova në aeroport. Kur un po ikja për të bërë amniocentezë në aeroportin e Rinasit në Shkurt kur ikëm, im shoq kishte dalë të blinte diçka aty te dyqani dhe një moment isha vetëm. Më vjen një nën dhe më jep fëmijën e saj, 8 muajsh, ma jep në prerë dhe më thotë mua, ma mbaj pak sa të shkoj në tualet. Edhe unë që i them, nuk mundem, se unë jam regjim shtrati, jam shtatzan, i them, nuk mundem. Edhe ajo tha, vetëm 1 minutë, ma la në prerë, shkoj, baroj punë, erdi, edhe i thash, qa më bëre, se isha mësuar nuk mbaja edhe bukën time në dorë. Edhe po filloj më pyet, ku po fluturon, dhe i tregoj kështu thotë dëgjoj. Edhe vetëm kur i heq atë badin fëmijës dhe thotë, vajza ime është operuar nga double bubble. Nuk e imagjinon dot. Ma solli Zoti në dorë një fëmijë që kishte pat një rrugtim të ngjashëm me tim bir. Ishte në gjithë aeroportin ajo zgjodhi mua që të më jepte fëmijën për t'ja mbajtur dhe më pas të më pyeste se mund t'ja mbaja fëmijën dhe thoshte faleminderit dhe kaq. Po më pyeti dhe vetëm kur i hoqi bati thotë goca ime është operuar nga double bubble. Është një operim që zgjat kaq dhe filloi po më tregonte tash nga ma solli Zoti këtë. Është shumë e bukur. Ishte e jashtëzakonshme dhe ndaj sa mirë që kujtova dhe vetëm kur vjen im shoq dhe isha mbir dhe i them kështu kjo vajza që ishte këtu na çmende tha me gjithë këto gjëra që të ndodhin kaq. Beson të shenja tek le të themi te energjia zemër. Energjia. Besoj shumë te energjia. Mendoj që gjërat kanë një destinim për të vajtur, por në momentin që ti jep një energji shumë të fortë, gjërat mund ndryshojnë rrugës dhe mund të bëhen shumë më të bukura. Këtë mendoj. Pastaj gjërat që janë vendimtare, janë pak thim base të gjitha me radhë, është tjetër gjë, por besoj shumë te energjia. Ti më përmendën pak më parë formën se si njerëzit komunikojnë, që duhet të jenë të kujdesshëm, mënyrën se si të japin eksperiencët e tyre, ndërkohë që ti je një shtatzani të vështirë, përmend autizmin njëkohësisht. Dhe besoj që e përballur edhe me lajme le të themi kur një fëmijë mund të lindi prematur, mund të ketë probleme, edhe sa i përket autizmit, po jo vetëm, edhe problemet e tjera. Që tek ti kanë qenë këto pikpyetje, këto frikra që ndoshta absolutisht po, sidomos fëmijët që lindin para kohë prematur janë më të predispozuar që mund të kenë një problem të tillë. Unë të them të drejtën, e shma nga leximet e këtyre portaleve apo rrjeteve sociale apo çdo googullim që tregonte për pjesën e sindromave apo autizmit që mund të kishte fëmia. Im shoq ishte më i fiksuar dhe i lexonte dhe çdo reagim që bënte djali ai ishte në gjendje paniku dhe thoshte pse I vendosi lodrat kështu. Dhe u thoya mbyllë këtë kapitull. Unë e di çfarë djali kam, çfarë fëmijë kam bër dhe pse u bën gjitha këto sfidat se ky fëmijë e ka bërë historinë para se të lind. Kështu që lere të ndërtoj historinë e tij që ka shumë të bukur. Dhe isha shumë optimiste. Por
për fat keq, është shtuar shumë autizmi dhe çdo fëmijë që është i lindur para kohe ka probleme të folurin dhe flet më vonë se sa jo të gjithë, por mund të ndodhë. Dhe i mbir fliste pak më vonë se sa duhej për moshën e tij dhe fillova të çaja në lokoped. Për të parë se si po shkonte kjo gjë dhe për ta stimuluar pak më shumë. Kur shikoja orinda qendrat e logopedëve se si ishin mbushur me fëmijë autik, më dha një traumë shumë të madhe. Më dha një traumë aq të madhe sa un kam frikë për një shtatzani të dytë. Vërtet. Nuk jam gati mëndërisht. Jam gati të kaloj çdo gjë që kam kaluar. Do e gjej prap një avion të vete në fund botës nëse di që ka shpresë. Por përballë këtyre, sepse ti në finale ma thonë gjithë, si me më Vjera, çdo njeri që rrethohem, e duan shumë që kemi dhe një fëmijë tjetër, po i them, okay, unë mund t'i jap një dhuratë një fëmijë tjetër fëmijës që mos ta lë vetëm. Po në rast se ka një situatë, i bie që ti i jep një siklet më shumë në jetë. Dua shumë që prindërit e tjerë ti këtë gjë. E kam psikologjike, domethënë nga gjitha këto gjërat që kanë ndodhur. Sepse nëse do ishim kështu të gjithë i bie që s'do i bënim me fëmijë ose me vllai dakord. Unë jam shumë e lumtur kur i shikoj njerëzit që bëjnë 2 e 3, do doja shumë, por nuk arrit dot. Nuk arrit dot që ta bëj një gjë të tillë, domethënë. Nuk e përtyp dot një gjë të tillë. Nuk e mendoj dot që 2 vjet të jetës time në vazhdim duhet jenë me një ankth dhe me një situatë të tillë. Po bashkëshorti si është në lidhje me këtë gjë? Çfarë mendon? Jemi të dy në të njëjtën varg. Jemi të dy në të njëjtën varg. Asnjëri nga ne nuk e bën një hap më shumë. Nëse njëri do ishte më guximtar, jam përshtypjen që tjetri do thyej. Por jemi të dy, nuk e di pse kemi dalë kaq pa guxim nga kjo anë. Absolutisht për shkak të. Le të me ai viti shtatzanis, ju ka shkundur aq forca, ju të gjitha ato kanë lënë. Ne mendojmë që kanë kaluar të gjitha me radhë, po çdo gjë lë shenjën e vet. Mundet plaga të mbyllet, por shenja ngelet. Ju bashkoi më shumë kjo histori e juaj. Absolutisht na bashkoi dhe morëm më të mirën e gjithë historisë tonë, të gjithë sfidës tonë, morëm më të mirën edhe lindi për ne. Si çdo fëmijë për çdo prind. Aja e ke prezantuar me çerdhen, kopshten shpejt në kohë apo ti ke marrë pushim totalisht dhe përkushtuar atij? Unë duke qenë se kam biznes privat, mbas gjithë situatës jam përkushtuar djalit deri 4 vjeç. 4 vjeç. Derisa djali u bëri 4 vjeç, e kam çuar në çerdhe, e ktheja mbrapsht në shtëpi sa herë filloni virozat, se ajo çerdhe është thjesht të prezanton me virozat, jo me çerdhen. E mbaja në shtëpi dhe derisa djali bëri 4 vjeç, unë kam qenë non-stop me të, e çoja në shkollë, në kopësht e ktheja, por që një mamë dedikuar dhe jam pafund e lumtur, sepse e kam shijuar dhe i mbaj mend çdo detaj dhe në sekondë e ktheja mbrapsht, do bëja të njëjtën gjë dhe uroj shumë që çdo mamë ta kapi këtë momentin, sepse karriera, puna të gjitha na duhen, por nuk vjen më. Unë kur e shikoj tani se sa është rritur, them kur u rrit ky, kur i shikoj ato rrobat që vetëm çdo vit vetëm ndrohen ato, po ndrohen nëpër masa shumë ndaja në krahasim me aq sa e mendojmë ne. Unë mbaj mend ato rrobat e bebit, ndërkohë ai është rritur çdo vit edhe më shumë. Rritet shpejt ndërkohë. Vaksinat e ke bërë në kohë? Po, të gjitha vaksinat ja kemi bërë në kohë, nuk jemi nga ta prindrit që mendojmë që nuk bën. Patjetër duke qenë se ishte prematur, ja kemi shtyr pak, ja kemi spostuar. Por duke ndjekur gjitha këshillat e pediatrit, sipas A mendon që ose si ka ndodhur me ju, jo sfida shëndetësore përfundoi aty pas atij operacionit, apo keni pasur her pas here dhe sfida me shëndetin më pas në këto 6 vite? Për fat, ajo ka qenë sfida jonë, unë mbyll aty, ngeli aty, e ne i bëjmë gjatë gjithë kohës kontrole, çdo vit i bëjmë atë kontrollin rutinë dhe për fat është shumë mirë. A kam patur unë pasiguri mbasi lindi çuni nëse do të kishte situata, po patjetër se një nënë e re postpartum, kur shikon një bebe të vogël, i heq bebelino dhe shikon gjysmën e barkut që e ka të operuar, qa nuk fillon dhe mendon, por kalojnë ato, kalojnë edhe kur e shikon që fëmia është mirë. A mendon se ke kaluar postpartum apo i kalove gjithë 6 zanis? Unë isha nga dita e parë, mbas javës parë që mora vesh isha 7 zanë, deri në postpartum që duhet ishte, madje mbaj mend mamin e tim shoqi që e merrte në telefon dhe i thoshte mbas lindjes çunit, kujdes Laurën se është postpartum.
me vete po, mu tani jam mirë, pse më konsiderojnë që mund të jem Po sepse kështu është. Kështu është. Shumë për ato që kanë shtatzani normale, se kur je në gjendje alerti gjatë gjithë kohës, nuk bëj do diferencë mes madje unë postpartum, mbasi mbaroj lindja, operimi i djalit, isha shumë mirë. Isha shumë mirë. Thjesht aty kisha dhimbjet fizike. Aty fillova të ndjeja dhimbjet fizike. Më përpara kisha vetëm psikologjike, se mendoja vetëm si do shkoj procedura tjetra me radhë, mbas asaj pastaj kisha dhimbjet fizike, që zgjatën deri pas 6 muajsh që unë u detyrova të futesha prapë në sallë që të bëja këtë ndërhyrjen tjetër. E bëre ndërhyrjen tjetër? Pas 6 muajsh u bë një ndërhyrje tjetër që të hiqej fibroma dhe gjërat ishin normalisht. Ja, jo okay pas asaj ndërhyrja, nuk kanë as vetëm ana psikologjike nuk është okay për të bërë një tjetër, po gjithë gjërat e tjera janë okay. Nëse, kur e mendon atë Laurën në atë kufirin gjerman, në atë moment që ai po thoshte që jo, nuk lejohesh për të kaluar, dhe nëse do të ishte një vajzë tjetër që po i kalonte në të njëjtën situatë, se ty ç'a mendon tani në këtë moment kur gjithçka është okay, kur çfarë do i thoje Laurës në atë moment? Mendoj që vajzë si në kuset tua. Për fat tani është bota është e hapur dhe të kontrollohen në aq mjek sa t'ju doj qefi. Mos të hezitojnë se duhet të dëgjoj këtë doktor, ti dëgjoj brëndësinë tënde, atë që zemra ty të thot për të bërë për krijesën tënde, sepse është i vetmi moment që është prona jote. Mbi atë moment, mbasi ti e lind, nuk është më yti. Për aq kohë sa ti e ke në brëndësinë tënde, është e vetmja gjë që ti e ke pronësi, vendos si asnjë nuk vendos për ty në ato momente dhe për krijesën tënde, vetëm ti. Nëse ti ke pasiguri, shko te sa doktor të duash derisa të marrësh vendimin. Tani bota është e hapur, ti ke mundësi për të udhëtuar në çdo vend për ta bërë. Një këshill që unë do të jepja nga ajo eksperjenca ime personale për të gjitha ato që nuk janë shtatzan, por mund të kenë një shtatzani në vazhdim. Siguracioni i shëndetit është shumë i rëndësishëm, sepse duke patur ti siguracionin e shëndetit, e cila mbulon dhe shtatzanin dhe komplikimet në shtatzani, ty mund të ndihmoj që në rastin si kisha unë dhe kisha një siguracion shëndeti, ty të asistoj sa i përket procedurave, udhëtimit, pagesave. Në rastin tim që faturat e mia ishin jo pak të lira, ishin goxha të larta, siguracioni i shëndetit mua më mbuloi gjithë komplikimet e shtatzanisë time, sepse në Gjermani, një eko që unë bëja dhe kisha gati çdo javë ishte diku te 600 euro. Dhe imagjinon dot procedura heqjes së ujrave, të gjitha me radhë se si mund të ishin faturat e mia, pa menduar faturat e lërhyrjes së djalit dhe qëndrimin e tij. Fëmia nuk përfshihej në atë lloj siguracioni, por mua siguracioni më ndihmoi. Dhe jo vetëm për atë moment, po dhe më pas në ndërhyrjet e tjera në vazhdimsi. Kështu që një këshill që unë do kisha për gjitha çiftet e reja ose mamat ose dhe familje dhe fëmijës së vogël, siguracioni i shëndetit. Nuk e kemi si kulturë, por kur ti ke situata, aty e kupton rëndësinë e tij. Mos na u dash kurrë, por është mirë që të bëhet. Faleminderit që e ndave në fakt, sepse është realisht i rëndësishëm edhe shpeshherë e kam të provuar. Na shkalojmë edhe po ja ku vjen rasti që të duhet edhe duhet por ndërkohë, atë premtimin që ti e bëre para krevatit, ne do u thojmë gjithë botën bashk, ndodhi dhe kur nisi të ndodhi. Ne na nisi të ndodh pa lindur, sepse e nisëm me udhëtim të dy. Unë atko kisha vetëm laboratorin e mjedisit si inxhinier e mjedisi, por nuk e kisha agjensinë e udhëtimeve. Agjencia e udhëtimeve filloi të ndërtohet 2 vjet mbas ardhjes së tim biri, por si një udhëtar e mirë që kam qenë në vite, udhëtoja dhe derisa i mbir bëri 1 vjeç, nuk e ka kaluar llogoran, se ishte koha që se kishim as tunelin. Se isha e panikosur, nuk isha nga ato mamat që isha me peshore me vete edhe me sterilizus kudo, por kisha problem ose thoja një intolerancë ushqimore, një alergji, një temperaturë, një ardhz, një blet, një grenz që mund të tapickoj, një alergji, ku do e ngjisun llogoran me këtë fëmijë. Dhe derisa bëri 1 vjeç, kishte vetëm Vlorën si stacionin e tij, sepse aty ka dhe spital për fëmijë, dhe Tiranën. Mbasi bëri 1 vjeç, ku nuk ka udhëtuar ai fëmijë. Ashtu, ku ka qenë udhëtimi i parë?
Udhimi i parë ka qenë në Itali, se kisha Okay. kështu si zonë të sigurt, se vajta tek Tezja. Ai ishte si më i sigurt, një vjeç e pak. Pastaj ka bërë udhime të ndryshme. Ka shkuar deri në Jamaica, Karaibe, Bahamas. Kush ka qenë më i bukur sipas ti që e ke shijuar? Udhimi më i bukur ka qenë me kroqerën e Disney. Kemi shkuar në Amerikë vjet, kishte 5 vjetor dhe unë doja në kërkimet e mia kështu të detajuara kush mund të ishte dhurata dhe udhimi më i bukur për ditëlindjen e tij të 5. Dhe kisha vite që e mendoja, siç mendoja 1 vjetorin me lindjen edhe me Venerin, ashtu mendoja edhe këtë. Dhe zbulova kroqerën e Disney që nisej nga Miami dhe bënte në Jamaikën, Karaibe, Meksikën, Bahamas, ishte nga udhimet më të bukura dhe fati e donte që nisej fiks në 17 maj ditën e ditëlindjes së tij. E ka shijuar? Pafund. Dhe tani për çdo gjë, madje dish më tha një ditë, mos ham shumë, tha, që t'i ruajmë lekët, tha, që t'ikim prapë te Big Boat. Pa ka thënë dhe mua këtë gjë. Do shkojmë me pushime, kështu që ruajmë lekët. Dhe ai imi çdo gjë tani e lidh me pushimet. Domethënë sa vim në shtëpi dhe ne kemi një ritual që kur kthehemi nga pushimet, jemi në aeroportin e atij vendit, unë e pyes, i them, Olind, ku do ti ikë me pushime këtë radhë? Udhimi i fundit që bëm bashk, jo i parafundit, ishte në Billund, shumë interesant ishte, edhe e pyeta, po ç'mu desh Orinda? Ku donte? Hawaii. Është në checklist. Është në checklist Hawaii. Dhe sa herë flasim, i them ose mami do iki pak te puna, do punosh që t'ikim te Hawaii, thot. Edhe im shoq mos e hap me atë temë, thot. Se na... Kush është vendi ideal për fëmijë, mendon? Atëherë, duke qenë se jemi dhe para pushimeve të verës, pyetje shumë e vend. Kush është vendi ideal? Do doja shumë që thoja Shqipëria. Por për fat keq jemi ende larg, nuk kemi resorte apo vende ku ne t'i ofrojmë gjithçka, sepse fëmijët përveç gurit të bardh dhe detit kristalt edhe ushqimit vendas, duan lojrat. Duan lojrat, duan unë fëmin time rris në jug, pikërisht e rris në jug se kam familjen time aty, po nuk ka një lodër që ja ofron. Dhe për këtë arsye, Turqia ngelet vendi ideal për fëmijët. Për fat të mirë apo të keq, sepse resortet në Turqi të ofrojnë gjithçka që fëmijëve i nevojitet dhe prindërve për një pushim absolut. Unë më përpara kam qenë shumë skeptike, thoya ç'është kjo Turqire, kemi jugun, kur isha pa fëmijë. Tani për shkak të punës edhe për shkak të vizitave të shpeshta që unë bëj, them absolutisht Turqia është investim. Do të mbetet i parë. Do të ngelet i parë jo vetëm për ne, po për gjithë rajonin. Edhe gjermanët i ke, anglezët, rusët, të gjithë i ke në Turqi sepse është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë pikërisht për këtë lloj turizmi. Pastaj ke dhe ishujt e Greqisë, Kreta me fluturim direkte, ke pjesën e Spanjës, por për një relaks absolut, resorte që t'i gjen gjithçka, ngele Turqia. Do mbetet gjithmonë Turqia. Disa pyetje ekstra që ndoshta janë bërë gjatë bisedës tonë, por që gjithsesi le të mbeten si përfundim. A të ka mbetur traumë shtatzania? Për aq kohë sa unë nuk jam gati për një shtatzani tjetër, mendoj që kam trauma. Jam munduar t'i shëroj nëpërmjet meditimit që kam nisur mbas shtatzanisë, edhe është një terapi që t'i ja bën vetes, nuk ke nevojë që të lësh lekët nëpër psikolog, psikiatra, patjetër të gjithë duhet të shkojnë ku ndihen gati për të shkuar. Por mirë është që t'i kapin frenat e jetës tyre në dorë dhe të fillojnë dhe të japin qetësi, sepse e gjitha vjen nga mbi mendimi. Edhe në momenti që ti fillon, balancon mendimet e tua, fillon edhe kultivon veten, i fillon ato degët e thara, ti heqësh avash, çdo ditë nga pak, 5 minuta, 10 minuta derisa të arrish në atë pikë, do fillosh dhe të ripërtërihesh. Kam arritur shumë mirë që të shmange dhe po e vure re, unë tani kujtoj gjërat edhe kam një lloj kështu në qetësie dhe kënaqësie që erdhi dita që unë t'i them me krenari që ja dolëm, jo të qaj sepse them ishte suksesi jonë. Po, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Dhe sa i përket nënave të tjera, mendoj që duhet ta gjejnë veten tek pjesa e trajtimeve postpartum. Ndërsa unë e kam gjetur vetë të trajtimet postpartum, që thash meditimin, ecjen, sportin, por për aq kohë sa nuk jam gati për një plotësisht. Mendoj që nuk jam shëruar plotësisht. A të ndryshoi fakti i prematuritetit mënyrën se si do e rrisje ti fëmijën mbrapa, se si e rritet djalin mbrapa? A të ndryshoi ty si model nënë, nga ç'kishe imagjinuar nëse gjërat do të shkonin të vaj? Të them të drejtën jo.
në mënyrën se si erdhi në jetë i mbir, unë madje nga njerëzit që rrethosha dhe gjykohesha në momente të caktuara, sepse mendoni që unë do isha ajo nëna perfekte, që unë do thoya mos, kujdes, jo. Unë isha një nën që gjithkohon i jepja siguri dhe besim absolut qysh kur ishte bebe. I thoja edhe një shprehje shumë kur rastisi me njerëz që unë e di që ky fëmijë dhe ta hedh tani në det do dali me not. Nuk e di nga do mësoj noti, po ky do mësoj not. Do di të notoj. Dhe që kur ishte bebe, rrëzohej, nuk isha nga ato mama të vrap, po i thoya, po jo më mam, ç'është kjo? Po si u prish ajo gjëja tani që ti u rrëzove? E ktheja me humor dhe tani themun, dhe kur ishte bebe, hajde ta puth mami se shërohet. Dhe tani që është 6 vjeç, ai vritet më sill kraun apo këmbën e putha unë shërua. Ma shputja magjike e mamit. Shputja magjike, po. Nuk kam qenë me këto paranojat e mamave që lindi prematur, erdhi viroza, thjesht është e radhës, duhet ta kalojmë, kush është procedura? Por qeni, sepse edhe ky do të ishte një element tjetër në familje që aq shumë sa ti e doje, edhe normalisht kur ti kthehesh mendon të gjitha, mendon edhe faktin që mos do jetë alergjik, edhe mikrobe, dhe sidomos prematurëve është problem për pjesën e prematur. Pra duhet të ketë një lloj distance. Ti si e menaxhove këtë pjesë, Laura? Ka qenë shumë e çuditshme sepse Tajo, qeni jon, që nuk është më mbas 14 vitesh, ka qenë një qenë që na zinte krevatin. Nuk flinim dot, se ishte gjysmë krevatit e tij, zinte divanin. Ishte prezent kudo. Nga momenti që erdhi djali në shtëpi, nuk hypte më në krevat. Nuk hypte më në divan. Nuk ja prekte kurr lodrat. Mund të kalonte mbi lodrat e tij dhe kurr nuk ja prekte. Na i lehtësoi shumë këtë situatë. Edhe Rubit tim kjo gjë kur erdhi atar, Po, edhe ajo të një lloj distancimi. Po. E çuditshme. Pastaj, me kohën që djali u rit, e përqafonte, i shkonte, por nuk është se kishin atë marrëdhënien, ne nuk bëm asnjë gjë për të krijuar, ata e krijuan vetë marrëdhënien me njëri tjetrin. Kur djali u rrit, fare, kur djali u rrit dhe qeni e kuptoi që prit se ky tani u bë pjesëtar dhe është i rritur, ja vithe ushqimet për qef. Po gjyshet kanë qenë paranoiake në këtë pikë, besoj. Mamin ka qenë e tmerrshme. Ke pasur një luftë në atë kohë? Me mamin tim po, me mamin e tim shoqi jo. E donte qenin dhe ka qarë shumë. O zoti i madh, sa shumë e duan. Por mamim jo. Mamim ka qenë kështu si me zje bëre. Një vllaj që thoshte ky erdhi me sminave, si mund të arritësh djalin me qenin. Katastrofë. Deri sa qeni nuk ishte më, i me më nuk e negocionte këtë pikë, sepse thoshte fëmia është fëmijë, nuk mund të flini në një frym. Mamim kur nuk e mori vesh qeni edhe deri sa ditën që ishte në shtëpinë tonë, flinte në një dhomë me ne. Mendonte se flinte jashtë dhomës. Ashtu ë? Po. Mami ishte e tmerrshme. Çfarë do t'i thojë sot një grua që sapo ka marrë lajmin që bebja mund edhe mos t'ia dalë? Nuk kam fjalë. Sepse statistikat janë që janë shumë të shpeshta mundësitë për mos të vazhduar shtazanie. Thjesht njerëzit nuk i ndajnë. Unë pasi po kaloja këtë situatën me djalin, kur fillova ta ndaja, aty kuptova dhe që sa shumë raste kishte. E di që më ka ndodhur një gjë tjetër që ndava. Në kopështin birë si të gjithë fëmijët parazit në kokë. Po, morrat. Unë isha në udhtim dhe e kisha lënë djalin te mami dhe vetëm që shikoj në video kur ma dërgon mami ky që po kruante kokën dhe po e shionte aq shumë dhe unë i them tim shoqi se ishim bashkë të dy, mos ka zënë morra ky. Jo, më them shoq ku ekziston morri tani, fleç në djalion me morra. Tash po i them mamit se po e vëm panik, po kur ta marr në Tiranë do e shikojmë. E shoh. Morr. Nuk pash morr, po e kuptova që ishte. Ua, si janë bërë Orinda. Nuk e ke ide. Po se ne mbajmë atë kohën tonë që të merroheshim nga. Nuk ti ja thash të vete në një farmaci të pyes, po në një farmaci ande nga Laçi, nga Lezhë që më erdhi më duk se po s'më kishte dhënë asnjë që ekzistonte morri të sot e kësaj dite. Ekziston? Dhe ndava me atë mikeshën time që jeton në Gjermani, që na pritën në kohën. U linda djalin edhe thot,
Ua, tha, ne na kalon nga 3-4 herë në sezon, tha mori në vit. I thash, kur ju kalon, ju në Gjermani, thash, unë në Shqipëri, mos të shqetësohemi. Dhe nga jo ditë me këdo e ndaj, thoja, po dhe vajza ime ka zënë, po dhe djali im ka zënë, dhe kuptova që ishte një gjë shumë normale. Po e mori njëri në kopë që kanë marrë të gjithë pra, njerë, po nuk e dija që ekzistonte, kështu që kjo është problemi. Kjo është shmërë edhe këtu që e prek e fakti që duhet të ndajmë eksperiencat tona, sa do janë të vështira, janë eksperiencat të vështira, po mund të ndihmojmë një mami tjetër që po kalon një dhe unë që vendosa që ta ndajmë, kjo është arsyeja që dikë mund të ndihmojmë, përveç të një kujtim shumë i bukur dhe një kohë shumë e bukur me ty, me një energji shumë e mirë. Shumë pa diskutim, por që shumë e rëndësishme që t'japim zemër dhe forcën e një mame që edhe kur disa mjek thonë që ndoshta nuk po ja del, ti je aty për të thënë po, unë do ja dal bashkë me birin tim. Dhe jam e lumtur që ka mama se ty. Me rrofsh të dashur, edhe unë jam me lumtur që ka emisione si këto, që ti i bën kaq shumë dritë të gjithë mamave që janë dhe do të vinë të ardhmen. Faleminderit që ishe mama. Faleminderit se më.